Pak përpara, me sa më tha dhe profesor Andrea, kishim me profesor Meksin për arkitekturën bizantine. E tha shpjegoi qartë profesori termin bizantine, që ne konvencionalisht do ta bëjmë bizantine. Vazhdoi 10 vjet kjo periudhë. La një trashëgimi shumë të pasur. Tani, unë me qenë se ju e keni për të bëjë një hyrje shumë të thjeshtë që të rikujtoni ato që tha Meksi, se mbi bazë e këtyre është ngritur një tjetër periudhë që quhet periudha pas bizantine. Pra, e pat kjo bazilika e madhe e Butrindit, shekulli 6 bashkërishtit, gjitha. Mozaikët e famshëm të kohës paleokristiane që themi neve, domethënë ato së hershme bizantine, kjo e Arapajt, e Bylisit, e Pogradecit, e famshëm baptisteri Butrindit, një nga baptisterë më të mëdhenj të botës të krishterë, e përsërisur me shumë mozaik, me skenat që hynë përveç mozaikëve, ka hynë edhe skenat e para të kultit të krishterë, si që është Evkaristia, e pagëzimit, e kështu me radhë. Pastaj hynë monumentet. Kemi monumentin e parë që është shekulli 10 fillime besoj, shkolli Perëndis. Pat kemi pasaj këto periudhën tranzitore të futjes e një tipi krykit brenda shkruar, si që është shemulli Kosinës. Kemi shembull tipin që është poshtë i manastirit të Zvërnesit, që është në formë krykit të lirë, që ka shpjeguar Meksi, për shpejt për i bëj. Edhe përderisa kemi edhe kishën e Shëntriadës në Kalan e Beratit, që është klasike e tipit të formë kryki me kupolë. Këtë është akoma në periudhë tranzitore, një nga kishat më interesante, që është e Shumërisë për shkëpinë e sipërme, jetë restauruar, që shtë dhe profesori, është restauruar, për t'i dhënë pikërisht atë çfarë se kishte transformuar komplet, çfarë pamje ka pas kisha që për çdo gjë. Duhet të ketë kishë, mund ta ketë shpjeguar edhe profesori edhe historianët para meje, për profesor Meksi, që është një supozim që kjo kishë ka qenë kishë peshkopale e Drenopolës, e peshkopasë e Drenopolës dhe peshkopasë e Dopolit. Pse? Sepse ka pas një element shumë i rëndësishëm që është sintoni. Sintoni është një 3-4 shkallë, kjo apsida, që rrinte për sinodin e shenjtë. Pastaj është e famshme kisha e Shumërisë, e lindjes së Shumërisë, mbas e gatronin, se që vetë e gatrojnë, thonë që nuk po vënë mend akoma, sepse e shohin nëpër këto internet e gjëra, interneti, aty se ka vënë njëri fjetër Shumërisë edhe ka lënë fjetër Shumërisë, fjetër Shumërisë, edhe në gazeta mund ta gjeni, kujdes pra, është kishë e famshme, po është e lindjes së Shumërisë. Është ndryshe fjetër Shumërisë, ndryshe lindjes së Shumërisë. Fjetër festohet në 15 gusht, lindja 8 shtator. Prandaj për këtë që mos thonim edhe juve që bëri këtë shkollë, mos gatroheni. Si falet? Kjo është kisha, edhe kjo një kishë të shumë e famshme bizantine, e Shën Nikollës në Mesopotam. Ashtu të tërë të kishët e fundit, sigurisht janë restauruar me ndërhyrjen e time dhe bashkëpunim të shumë të ngushtë me profesor Meksin. Të dy neve, këto 3 kishat që ishin patën fatin që u dhënë sa pare, dhe patën fatin që ne të vishim dorë, sepse janë kishat më përfaqësuese dhe më të nivelit të lartë që ka arriti arkitekturë bizantine tek ne. Edhe kemi edhe këtë kishë, edhe këtë kemi restauruar. Kjo kisha e manastiri i Shumërisë në Apolloni. Tani, atëre, kjo periudhë u mbyll. Në shekullin 7 dhe profesori, që në Jova, në shekullin 15, që era Konstantinopoja, 1453 në mos gabojmë, dhe edhe një pushtues i ri.
fillon një periudhë e re tash. Periudha e pushtimit osman, që themi ne në histori, e pushtimit osman. Dhe u ndërpre kjo veprimtari u ndërpre. Po sa gjeti rastin më të favorshëm, filloi të jepte frytet e para, kjo arkitekturë dhe kjo art kishtar. Meqenëse se neve themi se shumë principe ideologjike dhe arkitektonike, artistike u trashëguan nga periudha bizantine, por nuk mund të themi në asnjë mënyrë që kjo është i pasuese direkte e kësaj. Pse? Sepse lindi dhe u zhvillua në një periudhë me një pushtues që kishte një ideologji të caktuar, por një sistem ekonomiko-shoqëror të caktuar dhe një fe ideologji krejt të caktuar. Pra nuk mund të quhet direkt. Pra, po gjeti rast. Atëherë, shenjat e para, mbas një ndërprerje gati një shekullore, fillojnë të dalin të ngrihen kishët e para. Kishët e para janë shumë të thjeshta, të ndërtuara larg qendrave të banuara, dhe u shfrytëzua dhe kjo gjë. Çfarë u shfrytëzua? U shfrytëzua për shembull duke që mos binin ndesh me ligjet e portës së lartë. Kishët e para janë si thua rindërtime të kishave të vjetra, të cilat ishin në gjendje rënoi. Dhe kështu kemi për shembull, kemi kishën që shikoni këtu në Shelcen, ku ka punuar i madhi Onufri, 1500 ca. Shenja që ka kjo, ka shenja që kjo kish ka qenë kish e periudhës bizantine nga dekoracionit, të cilat në gjatë historisë kanë ndërtuar me fanatizëm për treguar që këtu kemi. Më poshtë kemi kishën e shënkollit në kurrjen të Fierit. Edhe kjo këtu ka shumë elementë të cilat janë të kohës të periudhës bizantine dhe u rindërtua. Pra, që mos kishim ndeshje edhe me portën e lartë. Njifet aty që mund porta e lartë lejonte rindërtimin e rënojave të vjetra. Edhe këta u shfrytëzuan me shumë. Këtu kemi pastaj edhe këtu kishën e shënmërisë Llahernës që quhenim neve në Kalan e Beratit, që ishte kishë bizantine. Por në shekullin e 16 kjo u kthye në kishë të ritit ortodoks, por me tipare pas bizantine. Këtë poshtë kemi për shembull një afreskë që ka shtëlisur kjo kishë, vepër e piktor Nikollës Onufrit. Pra, në kishët e vjetra, të mbetërina që mbeti, ajo u plotësua, u restaurua, u ngrit, nuk u kthye në formën që kishte në kohën bizantine, por mbeti ashtu duke rregulluar dhe duke u pikturuar, duke shtalisur me tipare të një arti të ri, që është arti i bizantin. Sigurisht, ka të influenca të arti bizantin. Tani, që ndodhë? Ndodhë që shkallë rritjet të numërisë nga ana sasiore, ashtu dhe nga ana cilësore e kishëve që ngrihen, deri në shekullin e 19. Në habiti një fakt, një tipologji kaq shumë e larmishme të këtyre kishëve. Forma nga më të sofistikuara, më interesante të këtyre. Dhe kemi bërë një prandaj që të studiohet më mirë kjo, duhet të bëjmë si thua një vështrim të tipologjisë të këtyre kishave. Dhe që kemi vënë re? Kemi vënë re që janë 3 tipe kryesorë. Tipi i thjesht, një nefësh, tipi i dytë që vjen në kisha në fund kryqe me kupol, dhe tipi i tretë që janë bazilikat. Këtu janë 3 grupe të mëdha tipologjike. Por ama shkemi brenda këtyre grupeve. Ka variacione që mund të themet në variante këtë. Pra kemi variantin e kishave të thjeshta, të mbuluara thjesht me një shati, kemi variantin me qemer,
Kemi variantin me kupol, kemi edhe variantin me çati në formë kryqi të shohim që me radhë shpejt. Këtu kemi tipin e parë, variantin e parë, që janë kishe të thjeshta. Këtu për shembull kemi një rast të tillë në një kishë që është në Shërmitrit, në Poliçan të Pogonit, në Gjirokastë, një tip këtu. Dhe në pikërisht në këto kisha kemi të shpalosur një art që studiusit e artit e kanë quajtur, duke marrë për bazë, në mënyrë gjithmonë konvencionale, themi, periudhën e Onufrit, që është shekullit 15, 1500 sa, periudha para onufriane. Pra, kemi disa autorë që janë zbuluar. Pra, në këtu kemi një autor, ne kemi përpara një kisha për të hershme që janë, 1516 diçka e tillë, që këto shumë mirë datat, megjithatë, edhe pikturat e hershme që ndodhen në këtë kishë. Pastaj kemi edhe variantin tjetër që është me qemer. Këtu kemi kishën e manastirit, një pjesë qimiteri që thonë, kisha Varez e manastirit Shëmpirët e Pavlit në Vitkuq, kjo është me qemer. Pra, kemi shumë kisha të cilat janë të këtij tipi. Edhe kjo për shembull është një kishë e tillë në fshatin Derviçan të Dropollit, një kishë shumë interesante, e avancon sistemin ekstruktiv, duke vënë këto pilastrat edhe harqet rrethore, në mënyrë që të krijohen disa bërthama më solide. Pra, përveç kësaj, edhe muri është i shkallëzuar, sikur si vjen shkallëzimi, duke sipas forcave që ushtron, mblidhet edhe muri, siç është për shembull të shtëpitë, por juve nuk e dini që shtëpitë përpara ishin me tulla. Dhe katë e para ishin të trasha, pastaj fillonte muri pushtoheshte, si tani juve nuk e dini sepse bëhet me skelet edhe bëhet njësoj. Po prindë juve mund ta dini se ngushtohet muri. Edhe këta me këtë logikë konstruktive kanë përdorur në atë kohë që e mbledhin murin. Më e trash këtu, më e holl këtu dhe më e holl këtu. Kemi pastaj një tip tjetër, një variant të këtij tipit, që është një nefshe, që është me kupola. Shikoni, si është me kupola. Kemi dy, edhe kjo këtu kemi nën variante, themi. Kupola që nuk duket nga çatia, edhe kupola që duket nga çatia. Kisha manastirit të Shëgjergjit, afër Xarës, afër nëpërmet. Kjo është shumëria me Vitkuq, ka kupolën pra që nuk del në çati, dhe këtu është ajo që thonë pak më parë, që është një kisha në Shëgjergjit, që kupola del mbi çati. Pra janë dy situatë në variante. Kemi edhe variantin e katërt të këtij ku është një nefshë, që është çati në formë kryqi, shikon? Këtu është nefi gjatësor, dhe nefi të thorë ngrihet mbi çati dhe krijon këtë pjesën këtu. Këto janë pjesë të shtuara më vonë, në Artex edhe Këmbanaria. Kjo pjesë është originale, që është në formë çatie, në formë kryqi. Kemi tipin e dytë. Tipi i dytë është një tip që fillon nga ana cilësore, sigurisht është shumë i zhvilluar. Pse është më i zhvilluar? Sepse këtu ka një tjetër konceptim hapësiror, katër bërthama qendrore, krijojnë një bërtham qendror, që është mbuluar me kupol, dhe këtu kemi katër krahët e kryqit, që të mbuluar me qemer. Kurse këtu ne këtu e quajmë ambiente këndore. Pra krijohet një frashkallëzimi në kompozimin hapësiror. Gjithmonë kupola ngrihet mbi çati, në çdo rast të kësaj. Këto si hyri ky tip ka zhvilluar, sigurisht principi i njëjtë që në kohën bizantine e tham, që i prandaj bëjmë atë paraqitje shpejt, edhe në profesor Meksi keni marrë. Po hyri se njëjtë pak si koncept hapësiror dhe koncept konvencional, hyri në manastiret.
Siç duket, porta lartë, nuk e di çfarë profesorët që mirë me këtë punë, ka pasur tolerancë fetare, edhe u ngritën shumë manastire. Në gjithë këto manastire u kryesisht u parapëlqye tipi në formë kryqi në kupol. Dhe këtu kemi dy variante. Shikoni për shembull që këtu kemi një apsidë nga ana lindore, ose gatoni, mund të ketë 3 apsida, por një apsidë e neve kryesore. Ky variant. Ja, disa shembuj, Poliçan, në afër Sarandës, afër Delvinës, në Dunxheri, në Dropull, manastiri Shënjërisë edhe Qeriakut në Dhuvjen, këto, si ja shikoni për pamje të këtyre lloj-kisheve, të keni dhe ide, jo vetëm nga skicat që mos e kuptoni shumë, por të paktën përfitimi. Varianti i dytë është ku këto kisha gjithmonë të manastireve, këto kryesisht manastireve, janë në 3 apsida, domethënë apsida anësore, ose 3 kongëshe, ose thuhet nda gjilin fa, po me të apsida anësore. Kemi 3 apsida anësore. Si do zhvillimi plemetrik është i njëjtë, po shtohen edhe këto dy nga veriu edhe nga jugu. Dhe shumë veta këta kanë quajtur tipin e malit të shenjtë, montatës, më da keni dëgjuar në Greqi, sepse këto i ndihmonin shumë në liturgjinë fetare. Liturgjia i kërkonte këto në manastire, sepse zakonisht këtu rrinin psalltët ose korret në këto apsidat anësore, që qekironin gjithmonë në liturgjinë fetare. Edhe këtu shikoni sa shumë, më tepër kemi, po sa të përhapura janë edhe sa shumë kanë planet tash rritje fillon rritjet qoftë nga mënyrë, qoftë nga ana sasiore, po qoftë nga ana cilësore. Pa këto rritje tipologjike shumë cilësore. Ja dhe këtu disa manastirin e Kakomes, afër Sarandës, në Lunxheri Segopoli, Voskopoj Shepradhomi, në Dropull Duranxia. Ja pa, e kemi zbërthyer këtë mësh ashtu, kemi kishën e uvanistës, këtu akoma kanë ngelur pas dore, është një kishë shumë interesante, jezëmisht interesante. E veçantë në llojin e vet, 1600, ka e datën fiks 1600. Shikoni çfarë dekoracioni ka në apsidë e kudo në gjithë lirë. Kë i thonë disa mendojnë që kjo mund të jetë edhe influencë perëndimore, megjithatë nuk dim se nga ka ardhur, nuk dim se si, qysh, jashtë apo s'është, po gjeometrikisht, me qenë se janë këto harket, po gjeometrikisht mund krijohet edhe nga ndërprerja e harkjeve rrethor, etj. Nesër. Paktën dini që thonë që ka qenë dhe influencë perëndimore. Tashti kemi edhe sikojmë sasitë që si rritet në kohë vazhdimisht. Fillon e hynë tipi i ri, sepse pse hyn ky tipi i ri? Ky tipi i ri bazilikal, ç'është tipi bazilikal? Tipi bazilikal është ka zhvillim gjatësor me kolona, shumë kolona, jo 4 kolona tashmë, por me disa kolona, edhe krijohen 3 anjata, 3 nefe, si të thoni. Po, pse hyri dhe si hyri? Duhet dini që nga mund të këtë shpjeguar me ekse që me periudhën pale-kristiane, tipi i parë që mbizetonte, që i keni parë gjithë ato, që shpam dhe bazilikën e madhe, ishte tipi bazilikal. Po bazilika erdhi nga Roma. Roma zhvillonte në gjykata, në mbledhjet dhe gjëra. Dhe mbasi doli nga censura e madhe romake dhe u bë fe zyrtare në shekullin e 4, feja kristiane, kishin nevojë për tempuj që të mbanin njerëz shumë. Dhe ata që mund të mbanin njerëz shumë për liturgji, dhe ishin pikërisht tipi bazilikal. Dhe prandaj u fut bazilikal, nuk u bë rastësisht e fut. Tani nëse ne bëjmë një paralelizëm me këtë periudhë, mendojmë sigurisht historianët mund të hedhin poshtë ose mund të ndaj i përkrajnë. Siç duket, duke këta historianë, duke lidhur ligjet e Islamit
duke ditur dhe zhvillimin që mori, ne mendojmë që pse u fut këtë tip, sepse tipi më i zhvilluar deri në atë kohë ishte pak më parë tipi në formë kryqi me kupol. Po ajo manasire, sa mund të nxjerrë, kurse tani siç duket ka mundësi, prap në kohën që u fut mirë, pati tolerancë fetare, pati farë tolerancë. Dhe u shfrytzuar kjo nga besimtarët për të krijuar, për të ringjallur këtë tipin bazilikal në formën këndryshme. Sepse dushim të ishte shumë njerëz. Tani tashmë, pse themi ne këtë? Pse tashmë nuk janë më të ndërtuara të kisha vetëm në pjesët që janë jashtë territoreve të banuara të qyteteve, në periudhë të pa kontrollueshme shumë nga portelat, nga administrata osmane, po përderisa neve këto tipe i jemi edhe në qytete. Për shembull, në Berat kemi Shën Spiridonin, në Gorizë, në Gjirokastër kemi dy kisha, kemi të këtij tipi. Në Korçë kemi Burimin e Dhënës, në Përmet kemi Shën e Premten, në Elbasan kemi Shëmërinë. Pra, edhe në qytetet kryesore kemi neve ky tip që u fut. Pra, përderisa u fut qytet në sy të administratës osmane, dhe nuk u tjetër punë u përdoren dhe gjëra të tjera. Për shumë në Korçë, që po të marrë lejen, që u ngrit, ndorën një ashtu që ka qenë rënoj edhe po e ngrejmë. Ne, së kjo, pavarësisht kjo, disa rase mund të ketë të tilla gjëra, të thota, por nevoja për të futur, ishte kjo që për të ketë sa më shumë besimtarë. Prandaj u zgjodh, nga ana jonë tash, u zgjodh pikërisht pse u zgjodh ky tip. Për nevojën, për marrësi. Pse u erdhi ky nevojë? Le ta jeton historian të mëtej. Pa kemi tipin e parë, që ta shikojnë akoma ato konceptet e kishë formë kryqi me kupol, që kanë një kupol, ngrirë kupola në pjesën, një pjesë që do, ngrirë kjo kupol. Si që kemi në Berat, për shumë. Kjo është Berat, Shëmëria e Beratit, katedrale e Beratit. Tani e njifti me Muzeu Nufri, por kjo është Shëmëria e Beratit. Këtu kemi kishën e manastirit të Vitkuqit. Këtu kemi kishën e manastirit të Kërkondësit, që Kozmajt, e kështu me radhë. Këtu kemi kishën e Shëmërisë të Vragorancis, ku ka punuar i madhe piktor Onufri Kiprioti. Këtu ka punuar vëllet Kroqar, Konstantin dhe Athanazograf, pra djeni, keni dëgjuar Onufri Kipriotin, këtu ka kryesisht, 1922, këtu ka punuar kryesisht, edhe ikona plot ka. Keni dëgjuar për vëllet Kroqar, Konstantin dhe Athanasit, këtu kanë punuar, plus shumë shëgjera, edhe në Maleshet kanë punuar, shumë, po edhe këtu këtu kanë punuar. Ashtu. Këtu është kisha Shën Kozmajt, e manastiri Shën Kozmajt. Këtu kemi kishën e që është restauruar. Këtu është restauruar kisha e Leusës. Edhe kjo kishë është 1812, si ndërtim ka mbi shkrimi, por edhe ka një pikturë shumë interesante, edhe kjo është restauruar komplet, edhe ajo që ka i dallon përveç të tjerave, do të kishë bazilika kupol kjo. Pra, ajo që dallon shumë, është edhe ikonostas, që ka një ikonostas të gëdhëndur, në thellësi shumë të madhe, një ikonostas fantastik. Kjo mund të keni bërë me Zëshit Lirën. Kështu tash, pastaj kemi variantin tjetër, kishtat që janë me një sistem që merresh e kupolash, me një sistem jashtëzakonisht të larmishëm. Që njeriu që është i zanatit, ose që është pak a shumë, ose inxhinier, të thuash entuziazmohet për të zgjidhje konstruktive kaq të larmishme dhe kaq të zgjuara. Pikërisht lloj konstruksionesh. Nuk mund të thuash për shembull është një konstruksion edhe ka pa fundësi sistemesh konstruktive që mbulojnë hapësirën e mbrojtshme këtu. Ja kemi disa shembuj në Gjirokastër, Shën Sotiri, në Gjirokastës, në Pazarin e Vjetër, ku shetet Gjirokastër. Ja këtu këtu kishën e Shën e Premtes, në Përmet, ku është përmetar. Këtu kemi Shën Mihill e Vitkuqit, edhe kemi bazilikë shumë interesante. Të kalojmë pastaj në ato të famshmet që keni dëgjuar, bazilikat e famshme të Voskopojës, që janë domethënë në situatë shembull më të arritur të këtij tipi dhe këtij varianti. Shënkolli,
Edhe kjo një kuriozitet që me kjesë përmendi dhe profesori, kjo jati nga tërmeti i vitit 1960, ishte gati duke rënd, u bajt, shpëtoj, dhe në 62-shin, shumë herë, një ekip, për fakt ishim sa për këshim filluar punën, unë dhe profesor Meksi, morëm pjesë këtu në shtyrje, në klimin, në pozicionin e parë të kësaj. Një i pa pame, edhe pa digjume, një operacion, një ndërhyrje e tillë në këtë masë. Të shkonte gjithë ky sektor, gjithë kjo rajat, që në vend. Që këtë fatë nuk e patën asë shumëria që ra hajati, asë shumë hilli që ra hajati, asë të nasi i vëskëpër si ra lateksi. Nuk e patën të fatë. Kjo shpëtoj, po arrit këtë shpëtojnë. Edhe këtu, për këtë e lidhim gjithmonë me artin, është lidhje me artin, këtu është i famshmi David Selenicasi me dy ndihmës e tij, që ka punuar, një nga mjeshtrat e rang botëror të shekullit 18, sepse ka punuar, ka filluar më Leshenjt, Manastirin e Ilandarit, jo të Lavërës Madhe, e gjem në Selanik, e gjem Kostur, e gjem edhe në Voskopoj. Ja pa edhe këto e një koncept konvencional. Po ta marrësh kështu nga ana konvencionale, mund të supozoj si ka konceptohet, pra dy bërthama në formë kryqi janë intersektuar me njëri tjetrin dhe ne ka dhënë këtë zgjidhje, shikon, pak a shumë me kisha në formë kryqi me kupolin. Shikoni hapësirën e tyre, që hapësirë shkallët Voskopojës, është e mahnitshme, mbase jashtë nuk duket shumë, sepse duhet tysh disa këmbë shkallë të zbresës, që të shohë që madhështia e ngrirë. Një madhështi, një kompozim hapësiror i jashtëzakonshëm në këtë. Kjo është në Kollin që kanë punuar vëllezërit të Kroçarë këtu, kurse një kishë tjetër kanë punuar disa piktorë nga Agrafa. Kemi dhe tipin tjetër, që është pak më vonë, kemi tipin që nuk ka më hikur sistemi i kemerëve, i kupolave brenda, dhe kemi këtë kishin që janë me tavan trafshëm. Kryesisht janë në vendet më vonshme, vendet fushore, shumë kanë muzike, gjithë tipat janë muzike së kësaj, edhe ka këtë larmi dhe kjo, tipologjike dhe konstruktive. Ja për shembull disa, këtu është kisha Manastirit të Ardenicës, që ka interieri i saj me tavan, Libovsha, edhe ky tipi është në Karavasta, ku del ky nefi që ndodh, ngrihet me dy nefet ansore, që ka një kompozim të shkallëzuar. Marrëm një shembull në Libovsh, kjo është kisha Libovshës, dhe kjo gjithmonë rrethohet me hajate, të cilat janë më vonë. Edhe këtu ngrihet në hyrje ngrihet. Edhe këtu ka punu dhe Kroçarë. Dallohen këto kisha, dallohen shumë, nga sëritë të ndryshme, dallohen edhe nga ikonostaset më evollueshëm. Kjo për shembull është ikonostaset dytë, ikonostaset që jo ka bërë si qytet lire, një shembull për të rifreskuar dhe që mund të ketë në qytet lire. Këtu është ikonostasi i Shëndërisë Beratit, të më thënë jeton Muzeu Onufri, që ka larmije, ka gëdhëndje dhe lyër me harë. Kurse kjo është thashtë në Leus, kjo nuk është lyër, është thjesht dru, are, i lënë në gjendje natyrale në Leus të Përmetit. Ka dyrët e bukra të allohen të dyrët e bukra, kjo këtu ka pas të dyrët bukra janë këtu në Tiranë, dhe është një mrekulli vërtet se fati i tyre është që pa pasaport kanë bërë të gjithë Evropën në shumë ekspozita. Në atë kohë ku duheshe 500.000 leje për të shkuar vojazh. Këto fitonin me bukurinë e tyre, fitonin atë lirinë për të shkuar dhe për të ekspozuar dhe për të admiruar nga gjithë opinioni botëror. Dhe shpërndarja kohore
arkitekturës bizantine. Shpejt, fillimet që ka shikuar 15 fillimi, domethënë fundi 15, fillimi i 1500, fillimi kështu, se si ka shekulli i 16, se si fillon me kishat e vogla, dhe duke u zhvilluar në kishat e manastirëve që kemi 1500, ka shumë manastirë në Dropull, ka herë zakonisht 1500 në vitit 1500, dhe më thënë shekullit të 16, ndryshe. Këtu kemi shekullin e 17, rritet repertori, rritet sasia, edhe tipologjia, e shpërndarë, se si shpërndarët në kohë. Shekulli 18 shumë më tepër, me Rinhov, Bizaton, shikoni, s'ka më as formë, shumë rallë, kisha një nefshe, kisha formë kryqi me kupol të ralla, Bizaton pra tipi bazilikal. Shikoni tipi bazilikal që Bizaton gjithmonë. Shekulli 19, shekulli 19, qa veçanti e ka veçanti që nuk shpiku diçka të re, nuk sajoj të më të diçka të re, vazhdoj me atë traditën e 18-ës, e shekullit 18, por ka një veçanti se kryesisht kisha shumë të mëdhaja dhe shumë të dekoruara, ka dekoracion shumë të pasur të jashtëm, të cilat dhe nuk kanë pasur. Tani, bëjmë një krahasim të kuptoni për shembull që nuk janë si ato kopje të arkitekturës bizantine. Këtu kemi kishën e Shëmërisë në lëbovën e kryqit. Kështu, qa kemi këtu? Kemi për shembull, qa kompozimi ka? Pjesa qendrore, pjesët anësore ose krahët e kryqit dhe ambientet këndore. Kështu? Pra shikoni pa kush më vesh e goca arkitekturë, se kupton që këtu kemi një kompozim piramidal shumë të zhvilluar, pa nuk është uniforme, është jashtëzakonisht dinamik kompozimi i jashtëm. Pra shikoni çfarë dinamike ka volumet, kompozimi i volumeve. Ndërsa në kishat bizantine, ky zhvillim kaq shumë hapësiror, kaq shumë dinamik, këtu është shumë i thjeshtë. Struktura e brendshme nuk pasqyrohet komplet në strukturën e jashtme. Këtu, për shembull, në Kakome, shikoni që paksa dallohen këto krahët e kryqit, po jo si në kishën e pam. Kupola ngrihet, këtu për shembull, në një kishë tjetër që është në Begdet, afër kësaj, është më lartë në Krorës, shikoni që aty është duket apo sigurisht që aty bazilikale, një nefshe, sigurisht e mbushur, se shmbulua komplet struktura e mbrojtshme që është kompozuar e thyrë, këtu është mbuluar me një qati diujshe, ngrihet kjo. Këtu fillon të dallohet, për shembull, dallohet paksa në kishën e Dhuvjanit, e manastirë Dhuvjanit, që defi të thorë, ose krahët e kryqit të thore, veriore, dallohen, po prap mshihen ato ambient këndore, pa nuk e ka prap atë, dhe nuk dallohet mirë sistemi i ngritjes së kupolës. Pra, shiko që ndryshimi ka, dhe nuk mund të imitohet kryesisht, është një lloj zgjidhje. Tjetër, çfarë pam ne aty? Në kohën bizantine, prap kalojmë këtu ke kjo kisha e Kosinës e kisha e Lëbovës kryqit. Shikoni pa cilë është karakteristike e arkitekturës bizantine, sidomos karakteristike zuvon bizantine, të periudhës paleologëve, kështu shekulli 13-14. Qa kemi karakteristikën në të kohë? Karakteristikën në të kohë kemi që dekoracioni shumë i fuqishëm me tulla, me motive në të ndryshme. Kështu, shikoni pa gjithë tulla e veshur kjo pjesa sipërme. Këtu është Kosina, shikoni gjithë motive që ka me tulla me gjëra. Kurse, shikoni thjeshtore, në periudhën bizantine nuk ndjehet më ky dekoracion shumë i pasur me tulla, po janë më të shumë të thjeshta. Prashtime bën disa kisha. Kjo për shembull kisha
shën Thanasit në Poliçan të kështu, që ka diçka pjesë pa ku ndodhen kjo. Ndodhen gjithmonë pa ky deklaracion ku më aplikohet. Sepse duke njoftur këtë na ka ndihmuar shumë për shembull edhe në restaurime tona. Pra janë dy elementë funksional të kishave që janë dekoruar. Është apsidat edhe kryesisht tamburi. Kjo kishte mbajçan, kishte vanisht, që kanë tamburët. Kisha shumë të thjesht, tamburi i dekoruar. Nuk voskopoj shumë kolli, ja këtu është shëllira. Edhe kjo hajati është gjithmonë pa i shumë i dekoruar. Në shumë kollë. Pa qikoni për ndryshimi që ka në përpamje komercionale që ta më pak më para dhe nga përpamja e. Tani, që të kini një ide, flasim dy fjalë për manastiret. Të kini ide që ka manastire. Tu për shembull është manastiri i Kakomes. Shikoni pa që është manastiri. Kjo është manastiri i tipit të fortifikuar, pa ka kullën manastiri. Pa është kishan që janë purimet e ujit, i marrin këto, konakët, edhe kulla. Kjo është pa manastiri i Kakomes, ja pa kulla manastirit. Dhe shkojnë shumë interesante, këtu janë shkallët të manastirit, janë të shkëputura, si në kohën se ato kështjelët e feodalëve, që nuk kanë lidhje direkte, se këtu në rast rreziku mbylleshin, por nuk mund të, sepse këtë hyje këtu, duhet të shohë një urë, ndruri, që të kaloje nga shkallët, të hyje këtu brenda në këtë manastir. Manastiri është Kishën Pjetri, dhe Pavlin Vjetkuq, në Qeparo, në Vanisht, kjo thash që ka filluar restaurimi i kësaj. Tani për fat keq, kjo shikoni juve këtu, nuk e restaurimi. Nga bongesa mirë mbajtjeve të vazhdueshme, ka rangë këtu. Dhe do, Zoti, gjemë sa lek, tani ka shkuar të bën gjithë pastrimi i manastirit, sistemimi, rregullimi, konsolidimi i rënojeve, të bëhet kaq për bërë projekti, dhe me ndihmën e botës edhe të Zotit, ta ringreme edhe këtë se projekt e kemi të rilevuar, e kemi të dokumentuar, e kemi të bërë projektit, duhen sa lek, që të ngreme këtë, të paktën të duket, dhe këtu ka që stera ujit. Manastiri restauruar, manastiri i Shëngjerit të Demës, pse themi Demës, është një pozicion jashtëzakonisht shumë strategjik i kësaj këtu, është një majtë një kodre, që këtej duket liqeni po tritit, kurse këtej duket fare mirë deti jon, edhe duket Saranda që këtej, ka qenë zonë ushtarake, nuk mund të bëheshin punime, ishin gjendë rënoj, me hikën e saj, me marrjen hikën e ushtërisë, një nga manastire shumë mirë, me ndihmën e kryepiskopit Anastas, të Kishës Ortodokse dhe Kefale Shqipërisë, u bë mundur që ky të restaurojë komplet, edhe të funksionojë mbasi jo si manastire, por pa aktivitete ndryshme të gjithë ky është restauruar. Sot kemi të pamje. Fatkeqësisht këtu poshtë këta që ka qenë plasi manastirit, po na bën rezorte turistike, punë e tyre, ne të paktën këtë e hajtëm edhe e restauruam. Edhe këtu kishën e manastirin e Voskopores, shu ka qenë, u restaurua, shiko që ka qenë dikur, shiko që e gjithë më neve, dhe kretë të prishër edhe të ashtu, edhe kishën, tani janë bërë restaurime, edhe vazhdojnë të bërë restaurime, edhe këtë kisha e manastirit është restaurua. Kisha tjetër, ka manastir tjetër, shumë fantastik, është edhe kjo edhe një pozicion jashtëzakonisht të bukur, që është kisha e manastiri i Shëmërisë në Ardenicë të Lushjes. Ka një pamje të rregullueshme, pamja shkon deri në det, deri ke mali të morit, deri ke fusha me Zekjes, një kuriozitet
që është dhe qatë është kurioziteti është për shumë që këtu ka qenë si thua gjysmë i trenuar një nga klerikët Peshkop Irineu, edhe kur neve shkonim aty dhe i thash, ishte i ditë shumë e bukur dhe unë i thash Peshkopit, i thash Irsi, i thash keni një fat të madh, i thash, që keni një pamje të mrekullueshme që shtot sirrin e njeriu. Edhe si më përgjigj me këtë fjalë që më birë tha, neve kemi dhënë tha shpirtin e Zotit tha, të paktën Zoti na ka dhënë të pamje të mrekullueshme dhe që mos muzitën. Ka një psikologjike. Pa shikoni, pa ku ngrishin, pse e them këtë gjë? E them këtë gjë për shembull sepse jo vetëm ky manastir, por shumë manastire të tjera janë ngritur, i lagë që janë banuar dhe shumica e tyre është ngritur në pika shumë panoramike. Atë që tash pak më parë, ka Komeja, është ngritur ke gjiri më i mrekullueshëm i Jonit, ke gjiri Komes. Është një gjim fantastik. Manastiri tjetër për shembull i Shegjerit të Demës është ngritur në pikë kjo tash panorama më e bukur se ajo s'ka, shkon deri në Kafus, deri në Liqeni, deri në Saranda dhe të shtoj edhe një gjë tjetër për këtë manastir, që pse quhet i Demës sepse kalon këtu mes për mes kalon të një mur në antikitet që quhet muri i Demës me blloket kolosal, që ishte mbronte gjithë zonë e Butrintit nga toka. E keni dëgjuar për shembull, që është një prit kalonte nga deti deri në Liqen, gjithë të zonën kalonte kodrën, edhe këtu kemi gjetur gjurmët, edhe këtu biles kemi gjurmët e murit të Demës. Manastiri pa që Konakët është e të manastirit Ardenicës, edhe këtu ka qenë kthyer në kohën parë në Thejishit, kishte kthyer në lokal, edhe më vonë pastaj ku filloi masa Thejishit, po gjithmonë kisha ortodokse, po kefali Shqipërisë, me sisimin e Peshkopit Anastas, u restaurua dhe u kthye një pikë shumë interesante, tamam e kësaj. Po kjo gjë, po me këtë logjik, Peshkopi Anastas financoi, si thua, kisha financoi dhe restaurimin e këtij manastiri fantastik, që është manastiri i Shekosmajit në Kërkondas të Mizekes. Do dini gjë që këtu kalon dhe diku lumi Seman, dhe gjithë kjo pjesa këtu, e gjitha kjo nuk ekzistonte, ishte e mbytur, do të thënë kisha ka qenë deri këtu. Pjesa sipër, gjithë pjesa shumë. U bën ngërmimet arkeologjike, u zbuluan qemerët e Konakëve, dhe në bazë të këtyre qemerëve, në bazë të dokumentacionit që kishin në dimensionin, u bë projekte dhe u restaurua ky manastir. Ja pra, kjo është kisha, e restauruar tashmë, kjo pamje tjetër, gjithë kjo këtu është origjinale. Gjithë kjo pjesa këtu, gjithë kjo arkada këtu, është origjinale që doli nga ngërmimet. U konsoliduan sigurisht, edhe në bazë të tipologjisë të këtyre manastireve, u rindërtua dhe kati sipër. Shumë pak, shumë shkurt, i përmendëm shumë shkurt disa restaurime. Pse po e themi këtë? Sepse ata dhe profesori, pak përpara, që nuk është problemi vetëm të zbulosh, të gjumosh, të zbulosh, të studiosh, por duhet mi mbajtur. Duhet vënë mbrojtjen e ato pra, pastaj duhet mi mbajtur. Pa këto është një proces i tërë, nuk është një proces dhe më thënë që duhet shkoj paralelisht vazhdimisht. Që mos kemi humbje tashmë, mbasi neve i zbuluam, mbasi neve i studiuam, mbasi neve i vlerësuam, dhe mbasi neve i vumë në mbrojtje e shtetit, dhe i lëmë prapë dëshirë të kësaj, duhet restauruar. Atëherë, dy fjalë që gjithmonë do të kujtohet se ka shumë diskutime dhe shumë diskutime, sigurisht që janë edhe njerëz pa faqe që nuk marrin vesh ç'është monumenti, ç'është. Ç'o thotë restaurim? Kjo ta keni mendje. Vjen nga fjala monument. Ç'është monumenti? Monumenti është një objekt kishtar ose laik s'ka rëndësi fare, i cili mban në vetvete vlera historike dhe vlera arkeologjike, artistike, arkitektonike, historike.
Kjo është. Nuk mund të thuash për shembull që çfarë monument kemi neve? Neve kemi monument edhe një shtëpi të thjeshtë shtatare. Dhe disa gatrojnë, të përmita neve kemi parë në Rromë, të ishëm Pjetri, kemi parë këtu, mos u gatroni. Sepse është në brenda pohvizimit. Pra ka një vlerë historike, vlerë retonike, vlerë artistike, një shtëpi fshatare. Çfarë vlerë ka? Ka vlerën që tregon qartë një nivel të caktuar të një shoqërie të caktuar në një periudhë të caktuar. Që i pasion një mënyrë të caktuar jetese. Dhe për të materializuar ato që bëni juve në histori, që filan krain, ka këtë, u dhoni si jetonin. Këta njerëz që kanë bërë këtë histori, që ju studioni, do të një material të materializuar. Dhe i materializimi më i mirë është në monument, është një banesë. Pa, duke zgjedhur ato tipa të caktuar banesët që japin këtë mënyrë jetese, këtë kondicion, këtë sistem, këtë mënyrë jetese të familjare, pikërisht këto materializohet. Pra, me këto, ne materializojmë atë që mësoni juve në histori. Prandaj, nuk mund të që jo shumë Pjetri ka këto veti, dakor, ajo pasionit, po nga ana qa pasion, nga ana historike, pasion, dhe kjo pasion shumë mama. Dhe kjo një vlet madhe historike. Prandaj, e kemi bërë në mbrojtje. Tashi, dhe lidhe me këtë, çfarë bëhet, çfarë do lidhe me këtë? Lidhe me këtë duhet bën restaurimi. Atë restaurimi çfarë bën? Restaurimi ka si synim kryesor. Çfarë është synimi kryesor? Synimi kryesor është pikërisht pra këto vlera që ka një monument, pa vlerën historike dhe vlerën arkeologike, arkeologjike ose artistike, këto duhen të vënë në dukje, të vinë në pah. Pa ky është restaurimi. Meqenëse lidhem me ngushtë monumenti, meqenëse monumenti ka këto cilësi, atëherë dhe restaurimi duhet të pikërisht të evidentojë pikërisht këto cilësi. Po ku bazohet? Bazohet në studim, bazohet edhe në materialin autentik. Sa më autentik të jetë materiali që bëhet për të tillë. Pa këto janë parimet kryesore. Ky është parimi bazë, pastaj ka tjera, që në bazë të këtyre. Prandaj keni parasysh kur vjen puna për restauruar mirë, restauruar keq, gjithmonë keni parasysh këtë. Ç'është restaurimi? Ç'është monumenti dhe ç'është restaurimi? Restaurimi ka detyrën një të japi komplet atë historikun e një monumenti. Se dihet për shembull çdo monument ose çdo ndërtim i zakonshëm, pavarësisht nga monumenti, nuk është në gjendjen siklet, po gjithmonë shtohet. Për shembull, ke shumë thjesht një shtëpi, ka 5 njerëz, pas se martohet i dal, i bën një shtëpi tjetër ose i bën një gjit një dhomë tjetër, pa gjithmonë ka kështu. Prandaj çdo monument ka një histori të saj. Dhe çdo fazë e ndërtimit ka të njëjtën vlerë dhe të njëjtën detyrim për të ruajtur ashtu si edhe pjesa origjinale. Po kjo del me studime. E këtu për shembull kemi një shembull për të treguar ç'është restaurimi. Kishin e fjetën e Shëmërisë në rezervat të Drapullit. Kjo është pamja e gjetëm neve. Mirë po, nga jurmët që gjejmë neve, nga shoh, nga jashtë, duket qartë që këtu ka disa faza. Për shembull, këtu një ndarje, këtu një fugë, këtu ndryshe kjo, këtu fugët, bën sondazhet, zbulojnë këto, zbulojnë këtu, bën sondazhet, zbulojnë këto, pa duke studiuar paraprakisht, gjejmë shumë element me të cilat neve mund të ndërtojmë si ka qenë historiku i kësaj kishe. Dhe duke bërë këto studime, gjejmë cilat fazat me radhë, fazat që ka kaluar kjo monument, dhe në bazë të këtyre fazave ne bëjmë restaurimin që të vëmë në dukje të gjithë fazat që ka kaluar. Pra këtu fazën e parë fillestare, që është bizantine, fazën e dytë, fazën e tretë, e kështu me radhë, të diferencuar që çdo njeri mund të ndalojë dhe mund të kuptojë si ka qenë kisha. Edhe kjo këtu, kisha e Këshënkollit, kështu ka qenë, sepse vonë u shpallën monumente tek neve, pas zgjasëm me këtë punë. Atëherë me studime u zbuluan çfarë
kishte mbuluar këto ndërtimet pa kujdes të kohës voshme, çfarë kishin mbuluar, duhet të çlirohen në mënyrë që dilte kjo kishë, e cila është shembull i vetëm i bazilike bizantine në vendin tonë. Pra, vlera që kishte ishte shumë më e madhe se këto shtesat e vogla që u bën pa kriter kësaj. Ose këtu, që kishim në manasirin e Demos? E gjithë më rënoj. Kjo është pamja. Mi po, fotografit e vjetra, gjurmët e vjetra, studimi kësa e kështu, treguan që kjo manasir ka pas të pamje. Dhe këtë do ringrihesh e kjo, në mënyrë që çdo njeri të kuptonte çështja topologjia e manastirit dhe çështja e manastirit si ka funksionuar si manastir dhe si ka qenë. Po, edhe kjo pa që ju tham, pra ja ku ju thash, fillim këtu ishte kisha e mbuluar nga aluvione, gërmimet që u bën, u zbulua gjithë kjo pjesë këtu, originale, dhe në basë këtyre gjurmëve, u hoqi gjithë dherat, doli kisha në pak e gjithë e plot, dhe gjithë konakën e manastirit dhe në plota. Pra, këtu për shumë kemi kishën e Kosidës. Pra, shiko se u gjithë, shiko se u zbulua, dhe në basë këtyre në pastrimin, regeneruam gjithë pastrimin dhe gjallërimin e këtyre, sot kemi këtë kishën. Që çdo njeri e kupton, si është i kishë, me qitë dekoracionet vetë. Po kështu edhe në Kakome, po kështu edhe në Zvërnec, një manasir jashtëzakonisht piktoresk, në kishën e manasirit Zvërnecit. Kështu, si ishte, si generuam gjithë elementet që u zbuluan, dhe sot kemi të pamje. Kishën e Labovës Kyrikit, edhe këtu, kemi gjithë studimi që u bëm këtu, këtë në qëllë këtë përfundimi, që kisha në pamjen e parë që duhet jetë, duhet jetë kjo pishë, që është dhe sot. Pra, janë gjitha këto, që themi që nuk lihen edhe qëllimi, pra, që ka qëllimi, pra, i restaurimit, dhe vëpra edhe një fiksoni më mirë, që është ka detyrë restaurimit të nxjerrë në pak vlerat historike, arkitektonike, artistike, arkeologjike të monumentit, duke për studimet dhe duke respektuar esencën, materialin ose autentik të monumentit.